në një moment, dhe ata do t'i thrasin interesit personal, që e shohin që të keqen dhe përfitimin politik e kanë tek bashkimi dhe në këtë mënyrë do të bashkojnë trupat dhe fuqit për të larguar Edi Ramën. Por është një skenar i largët. Ndërkohë, skenari afërt është ai që kanë ndërkombëtarët dhe planat që kanë ata. Ky skenari bie përkon me përfundimin e mandatit 4 vjeçar, nëse. Ka një gjë, Ola, unë nuk jam nga ata të çmendur që vinë këtu nëpër studio dhe thonë që largon Edi Rama sot, largohet Edi Rama nesër. Edi Rama largohet nga çdo drejtues politik i Partisë Demokratike i cili është në marrëdhënie të ngushta me ndërkombëtarët. Për sa kohë një drejtues i Partisë Demokratike, një kryetar partie nuk është në marrëdhënie me ndërkombëtarët dhe me amerikanët, Edi Rama do jetë aty sa të dojë Edi Rama. Ju e dini atë memen e famshme që bëri Edi Rama, që është bërë meme kur shkoi në Izrael te muri i lotëve. Edi Rama kur shkoi te muri i lotëve nuk bëri lutje për familjarët e tij. Por u lut aty dhe tha o Zot, jepi jetë më të gjatë Sali Berishës që të rriun pushtet. Pra kemi arritur në këtë. Po kjo është pra një lloj meme po flas. Kjo lloj sarkazme fort që tregon realitetin politik shqipëri. Sa të jetë Sali Berisha këtu, do jetë Edi Rama këtej. Prandaj opozita nuk ka bereqet në punën që bën. Prandaj zhgënjen njerëzit, sepse e di problemin. E di realisht ku ka problemin, nuk ka marrëdhënie me ndërkombëtarët dhe nuk bën hapa për t'u afruar me ndërkombëtarët. Ruan status quo, nuk e di për çfarë arsye ruan, nuk e di se çfarë i shtyn ata të qëndrojnë këtë gjendje, po mund të jenë frika nga spaku, mund të jenë problematika interesash ekonomik, të gjithë çfarë do lloj tyrlysh pazare që ndodhen në Shqipëri, e bëjnë këtë opozitë të jetë pa ndjeshme ndaj realitetit shqiptar dhe njerëzit të jenë pa ndjeshëm në raport me opozitën. Marrëdhëniet me ndërkombëtarët nuk është se janë kështu. Ka një gjë. Pra, Zoti Bardhi, Zonja Tabaku, Vokshi. Ka një gjë. Ata janë plot takime me ndërkombëtarët në Amerikë dhe në Gjermani. Shiko, këta janë njerëz që kanë marrëdhënie, janë deputet shumë të rëndësishëm që kanë marrëdhënie me ndërkombëtarët, por leadershipi dhe kryetari aktual nuk ka. Pra, personale. Tani marrëdhënie personale janë diçka tjetër, se unë e di çfarë thon këta kur shkojnë për takime. Personale në funksion të partisë dhe të leadershipit pastaj. Ola, unë kam informacione dhe kam pasur vazhdimisht nga takimet që bënin deputetë opozitës në Partisë Demokratike në ambasadën amerikane. Shkonin dhe thoshin që ne s'kemi çfarë të bëjmë se është Sali Berisha. Ne s'mund ta largojmë. Ai ka fuqi, ai ka pushtet. Ne nuk mundemi. Ne po ta largoni ju, ne jemi gati të marrim pushtetin. Pra, ndërkohë që kur vin Seli i thon të tjera gjëra Sali Berishës. Ndërkohë që atje deklarojnë të tjera gjëra. Nuk ka sot brenda Partisë Demokratike një individ i cili të marrë risk dhe të udhëheq demokratët me një platformë të re. Pse nuk ka? Pjesa më e madhe thash janë përlyer me këtë pushtet. Pjesa tjetër trembet sepse mendon që nuk ka një lloj besueshmërie tek demokratët që të bëjnë një lëvizje që mund të imponohet Sali Berishës për ndryshime të forta brenda Partisë Demokratike. Për sa kohë këta që shkon tani, po të shohësh Agron Gjek Markaj, një nga njerëzit që kur dilte përmendte teza kundër Sali Berishës kur ishte për Lulzim Bashës, dhe tani del dhe thot doktor qëndro aty. Kjo është pafytyrësi, kjo është hipokrizi që bën ti me njerëzit me demokratët. Pra, nëse Sali Berisha ka qenë i keq deri dje, qëndro dhe artikulo gabimet politike të Sali Berishës dhe mos kalon në fyerje. Por një person që kalonte deri në fyerje, kalonte çdo limit dhe sot thot ti doktor na udh hiq. E pse e bën këtë ky zotria? E bën për interes, po të tregoj një rast, e bën për interes personal, që thot unë jam i kënaqur me mandatin e deputetit, e di që Sali Berisha nuk e largoj dot, e di që ai ka mbështetje brenda PD-s, unë vazhdoj këtu, bën ai lek, marr edhe këtë rrogun, marr edhe gëzoj dhe benefitet e deputetit dhe vazhdoj përpara. Por ndërkohë kjo është në dëm të Shqipërisë, sepse korrupsioni në këtë vend shtohet. Abuzimet të vend shtohen dhe pastaj çfarë nga na ngel ne? Na ngel që drejtohemi spakut. Atëherë do të themi 1, 2 Klodian Bravo ku je? Klodian Bravo çfarë po bën? Klodian Bravo pse nuk lëviz? Jo se Klodian Bravo nuk do godasi dhe djathës. Shumë shpejt, domethënë do ketë goditje djathës shumë të forta. Shumë shpejt? Po shumë shpejt. Dhe unë mendoj që Sali Berisha me qëndrimin e gjatë që po bën në krye të Partisë Demokratike, po i bën dëm dhe familjarëve të tij. Pse? Po sepse, domethënë, spaku do veprojë dhe ndërkombëtarët nuk do rrinë duar kryq. Prandaj unë mendoj që do veprojnë ku te familjarët e tij. Do veprojë spaku në shumë njerëz të afërt Sali Berishës. Dhe unë këtë ditë them që Sali Berisha po i bën dëm, që po qëndron ende në krye të Partisë Demokratike, po i bën dëm njerëzve të tij të afërt. Dhe nuk mundet Ola një bllokim total që i ka ndodhur sistemit të kaosit politik të zhbllokohet ndryshe. Do zhbllokohet vetëm nga ndërhyrja e drejtësisë. Kuptoj, Almer. E merrni ju në konsiderat edhe dorëheqjen ose lënien e mandatit të deputetit nga vetë zonja Balluku? Një nga skenaret që përfitet është që zonja Balluku të largohet si Sajmir Tahiri me një marrëveshje në Thonjza për të shpëtuar dënimin me burg. Edhe unë kam dëgjuar këtë lloj opsioni. Për mua do të ishte një opsion që nuk do të shërbente drejtësisë në radhë parë, nuk do të shërbente
Dritan Premçi që ka bërë një luftë shumë të fortë edhe me rrezik jete, me kërcënim jete që është bërë, nuk do të shërbente drejtuesit të ri SPAK, nuk do të shërbente as ndërkombëtarëve, sepse tërheqja në këtë lloj mënyre, se jemi në kushtet që ai mund ta refuzojë në momentin që Edi Rama ta thash, do riqet vet, ose lë vet mandatin, ajo nëse ndriqet vet, unë mendoj që do ketë një garanci që mos të ketë dënim me burg, pra do shmangë dënimin me burg. Pra, prokuror brenda SPAK apo një individ interlokutor të mundshëm mund të jenë njerëz të cilët mund të zbusin dënimin e Belinda Ballukut dhe mund të ruajnë atë. Në këtë lloj forme Belinda Balluku gëzon paratë e vjedhura nga taksat e shqiptarëve. Por tërheqja, po jo se ka dhe një hetim pasuror të nisur për të, besoj që nuk do. Për atë ka shumë hetime, por unë mendoj që nëse ajo tërhiqet në këtë mënyrë ka një lloj garancie, ola, se në Shqipëri jetojmë. E kuptoj. Pra ajo mund të ketë një lloj përfitimi, por unë dua që SPAK të ushtrojë detyrën e vet. Unë dua që të zgjohet nga gjumi Klodian Bravo për shumë dosje që flen atje. Për shumë dosje që janë shumë të rënda. Duhet të zgjohet për Thuman Kasharola. Duhet të zgjohet për inceneratorët. Duhet të zgjohet për dosjet që kanë çuar qytetarët që janë të shumta për problemet nga institucionet më të vogla deri nga ato më të rëndësishme. Pra këtu detyra është e Klodian Braus, drejtuesit të ri, se deri dje jemi marrë me Altin Dumanin, sepse Altin Dumani vërtet ka qenë në skenar të mundshëm, edhe në kombinime me Yuri Kim apo me individë të tjerë. Por Klodian Brau nuk ka çfarë thotë në këtë moment kur sepse ka bekimin e plot amerikanëve, ka mbështetje dhe garanci më të fortë për të ushtruar detyrën siç duhet të ushtrohen deri tani. Duhet që Klodian Brau dhe SPAK të jetë më aktiv. Nuk duhet të çoj Benet Becin atje kryetarin e bashkisë me detyrim paraqitje. Nuk duhet të çoj asnjë zyrtar të lartë në masa kaq lehtësuese të cilët ata janë njerëzit që kanë abuzuar me paratë e këtij vendi, që gëzojnë vila, gëzojnë benefite, ndërkohë shqiptarët gëzojnë vetëm çantat e krahut që i marrin dhe largohen. Pra shqiptarët sot, me shtrejnësimin e jetës që është bërë, me kushtet e vështira ekonomike, nuk mundet të ndërtojnë një jetë normale në këtë vend ola. Këtë gjë duhet shohin prokurorët e SPAK dhe për këtë gjë duhet të jenë të ashpër dhe duhet të jenë të vërtetë në punën që bëjnë me faktet e provat që kanë. Duhet të tregojnë veten sepse kanë besimin e shqiptarëve, kanë besimin e ndërkombëtarëve. Çfarë pritëm shumë nga Klodian Brau? Duhet të jetë aktiv. Duhet që çështja Ballukut të fluturojë. Unë e di që ka shumë dosje atje. Por unë shoh një përgjumje të momentit të Klodian Braus. Dhe kjo gjë ta dish nuk i pëlqen ndërkombëtarëve, pra edhe ndërkombëtarët nuk janë të kënaqur me punën e Klodian Braus deri tani. Përse në gjykimin tuaj Partia Socialiste ende nuk e ka dorëzuar raportin e Këshillit Mandateve? Unë mendoj që nuk është se Partia Socialiste që ka dorëzuar. Unë mendoj që është Edi Rama i cili e mban këtë lloj zvarritje. Edi Rama ka thënë po pres atë raport. Ka një gjë, pavarësisht se çfarë thotë publikisht, unë mendoj që në pravasken luan të tjera gjëra. Unë mendoj që Edi Rama po pret në momentin e duhur, momentin e caktuar, që të bëj këtë lloj lëvizje për çështjen e raportit, sepse unë mendoj që çdo lëvizje që bën ai e bën në sinkron dhe në kombinim me Belinda Ballukun. Pra ai e vën dieni atë. Për sa kohë Edi Rama është i shantazhueshëm, për sa kohë Edi Rama nuk arrin çdo lëvizje që bën që të japi mundësi vetes të tregoj pavarësi të plot nga zonja Balluku, që e ka shtyr me muaj me radhë, pra çështjen e fatit Balluku e ka kthyer në temë dite, Edi Rama ka vetëm një interes, që shqiptarët mos merren me Edi Rama, por të merren me Ballukun. Që dallga e goditjeve, e sulmeve, e deklaratave, e opinionbërjes, e shqetësimit qytetar mos të jetë Rama por të jetë Balluku.